Presidenca dhe Prokuroria e Kosovës janë përfshirë në një polemik të ashpër, rasti i kërcënimit të presidentes Vjosa Osmani nga një person me emrin Raptap ka bërë që këto dy institucione të kritikojnë njëra tjetrën. Fillimisht Presidenca e Kosovës ka shprehur shqetësimet e saj duke vlerësuar se Prokuroria Speciale nuk ka ngarkuar asnjë prokuror që të merret me kërcënimet ndaj presidentes. Bekim Kupina, këshilltar bërë media në presidencë, ka thënë se Vjosa Osmani ka marrë 10 kërcënime, por deri më tani nuk është asnjë i arrestuar. Rreth një javë pas raportimit të kërcënimit të fundit me jetë të presidentes Osmani, i ardhur në adresën elektronike zyrtare të presidencës dhe hapi së rastit nga policia, sot jemi njoftuar nga policia se Prokuroria Speciale nuk e ka ngarkuar ende asnjë prokuror që të merret me kërcënime ndaj presidentes. Deri tash ka pas 10 kërcënime në vazhdimsi, por asnjë i arrestuar nga organet përgjegjëse, edhe pse shumë prej tyre kërcënimet i kanë bërë pa e fshehur identitetin, është shprehur ai, duke kritikuar prokurorinë. Është shqetësuese të mos ketë një reagim efikas dhe të shpejtë në organet përgjegjëse, nga se kemi të bëjmë me kërcënime ndaj kreut të shtetit, të cilat janë edhe kërcënime ndaj rendit kushtetues, duke e ditur që për momentin presidenca është institucioni vetëm me kompetenca të plota, ka thënë ai në një reagim dërguar mediave. Më pas Prokuroria Speciale e Kosovës i ka reaguar presidencës, duke thënë se është aktuar prokurori përgjegjës për rastin në fjalë. Në një përgjigje ndaj Medias Kallëzo, zëdhënësja e Prokurorisë Speciale Arbnora Luta citohet të ketë thënë se prokurori është caktuar të njëjtën, ndërsa të njëjtën pas pranimit të raportit policor në lidhje me veprimet fillestare, menjëherë është caktuar prokurori përgjegjës nga Prokuroria Speciale dhe rastin do të trajtojnë me prioritet të lartë, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të siguruar zbardhjen e plotë të çështjes dhe ndëshkimin e përgjegjësve të këtyre akteve, ka thënë ajo. Sipas saj, prokuroria është në koordinim të plotë me organet e sigurisë për këtë rast. Po ashtu Prokuroria Speciale siguron opinionin publik se është në koordinim të plotë me organet e sigurisë për të garantuar mbrojtjen e rendit kushtetues dhe të përfaqësuesve të lartë të shtetit, është shprehur më tej. Ndërkaq, presidenca është habitur me këtë rast. Në një reagim të dytë, Bekim Kupina, këshilltari për mediat i Osmanit, e ka pyetur Prokurorinë Speciale sepse nuk është njoftuar prokuroria për këtë veprim. Institucioni ynë me 22 maj 2025 ka pranuar njoftim zyrtar nga Policia e Kosovës, me të cilin konfirmohet nga ana e policisë se përkundër faktit se ata ende janë në pritje të caktimit të prokurorit për këtë rast dhe se përkundërsh policia 2 herë ka qenë në Prokurorinë Speciale vetëm gjatë ditës së dieshme, në shpërcia se deri në atë moment nuk është caktuar asnjë prokuror, ka thënë Kupina për Klan Kosova. Sipas tij, policia është dashur të njoftohet për këtë veprim, prandaj nëse vërtet që nga caktuar prokurori, siç potencohet në të reagim, pyetja që shtrohet është pse për një gjë të tillë nuk e kanë njoftuar policinë e Kosovës, është shprehur më tej Kupina. Kujtojmë se në fillim të javës presidenca ka njoftuar se Vjosa Osmani është kërcënuar përmes një emaili anonim, i cili është pranuar më 15 maj 2025 në adresën zyrtare të presidencës dhe mbarte fjalët: "Të vraj, të prej,